Roma nga 22 këtu në TV1. Sonte do flasim për shëndetjen e gruas. E as se si nuk ju themi burrave që të largohen nga ekrani e patjetër, të kuptoni më mirë edhe ju, por t'ju vinin edhe në ndihmë e gjinisë femërore, të cilat janë apo do të kalojnë në fazën e menopauzës. Afshet e nxehta, nervozizmi, djersitja, rënja flokëve mund t'jetë, tharja e syve, ushtimat në vesh, vjen djegja e gojës, dhimbje mishrave të dhëmbëve, pastaj kemi lodhje të madhe, kemi luhatje të humorit, kur e mori dhe lexoj, kur lexoj tha, o Zot, tha çapo heq kanë gratë. Në të kaluarën, edhe nuk janë përmendur si terme menstruacioni, por me sinonime të ndryshme, sot ka lindë, nesër ka dalë, ka punuarën. Në atë periudhë, ndryshon, gjërat që i ka duruar më parë, më nuk i duron aq shumë. Në zyrën time kam pas edhe gruat moshës 75 vjeqe. Gratë vërtet e kanë fazën e tyre të menopauzës, por edhe burrat e kanë fazën e tyre të andropauzës.